Ai mbahet mend si një enciklopedi e devollit, duke e derdhur mençurinë, trimërinë dhe dashurinë për njerëzit në vargje, poezi, këngë e valle. Ali Kondi, këngëtari dhe valltari popullor që përfaqësoi denjësisht për vite me radhë devollinjtë dhe shqiptarët në skenat kombëtare dhe ndërkombëtare me shpirtin e rrallë artistik. Plot 100 vite më parë, në vranisht të devollit, familjes Kondi e njohur prej 8 brezash artistësh, do t'i shtohej një valltar i ri. I evidentuar qysh fëmijë për talentin e tij krah babait, Aliu do të ngrinte grupet amatore të Vranishtit, që shumë shpejt do të njiheshin në të gjithë Shqipërinë. Pjesëmarrës në të gjitha festivalet e Gjirokastrës, por jo vetëm, përfaqësues i denjë Shqipërisë në festivalin folklorik botëror në Moskë, duke sjellë çmimin e dytë në vend. Këngëtar, valltar, bibliotekar, koreograf, regjisor, mbledhës dhe studiues folklori, repertori Ali Kondit numëron rreth 1000 këngë valle, 500 prej të cilave të regjistruara në Institutin e Kulturës Popullore. Unë babain e kujtoj si një njeri zemër madh, zemër gjerë, një artist të vërtet, një njeri gojëmbël që i dha shumë brezave, si në valle, si në këngë, si në edukim, si në gjithçka. Unë do të perifrazoj Ali Kondin jo vetëm si artist i merituar, por si një hartus i fjalorit të këngës dhe të vallës. Ata e njohin brezat, ata e njohin shumë zonat të devollit. Për shembull, më ka rastisur në shumë evenimente të tjera që këngëtarja e madhe famoze ose brezi këngëtares madhe famoze leskoveqare, Hafize Leskoviku, kur e kanë përmendur ata Ali Kondin, atje jam madhështuar dhe me të drejtë krijova një që ai e ka merituar vizionin e të qenit antar të lidhjes shqiptarëve, antar i Unionit Kombëtar Shqiptar, njeri i lartësuar që mbase edhe lartësitë e tjera të maleve nuk e arrin dot lartësinë që ngriti ai në këngën në Moskë. Qysh prej vitit 1970, Ali Kondi ishte antar i Këshillit Shkencor në Institutin e Folklorit të Tiranës dhe antar i lidhjes së shkrimtarëve dhe artistëve. Po ta shtrydhësh trupin e Aliut, prej tij del veç këngë. Kështu do të shprehej dikush shkrimtari Dritroa Golli. Ali Kondi ka lënë pas trashëgimtar të këngës së valles devolliçe, mes tyre këngëtar që e kujtojnë ende me respekt. Ali Kondin e kam njohur kam qenë fëmijë, sepse ai ka qenë burim frymëzimi, jo vetëm për mua, si artist, por për të gjithë artistët e rinj, me zërin e tij, me talentin e tij, me përkushtimin e tij për folklorin, ai mbetet një bletës e ëmbël shqiptare, siç thotë detimi Mitko për mbledhjen e folklorit të kësaj trashëgimie të madhe shpirtërore. Për veprimtarinë e tij artistike, Ali Kondi është nderuar me titullin Artist i merituar dhe personalitet i shquar i kulturës të qarkut Korç.